Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka zhvilluar një takim me Ramiz Latrovcin, të cilin e ka quajtur mik zemër hapur, duke ritheksuar mbështetjen e pakushtozuar për të dhe rolin e tij në PDK. Hamza tha se Latrovci ka qenë, është dhe mbetet PDK, ndërsa foli në pas se Drenasi është tashmë komuna e 7, ku sipas tij vizioni i heronjve të luftës dhe paqes vazhdon të mbetet bastioni i sigurt i kësaj partie. Ai theksoi se energjitë politike dhe qytetare në Drenas, komunë që identifikohet me historinë e UÇK-s, dëshmohet dhe martirëve si dhe qeverisjen e mirë, do t'i shërbejë si dëshmi e unitetit të PDK-s në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Hamza ka publikuar edhe një fotografi me Latrovcin dhe kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, i cili si duket ka qenë ndërmjetësues i këtij pajtimi. Në takim me mikun tim zemër hapur, ritheksuan pa kushte se Ramiz Latrovci ka qenë, është dhe mbetet PDK. Drenasi është komuna e 7 ku vizioni i heronjve tanë të luftës dhe paqes vazhdon të jetë bastioni i fitoreve në zemrën e Kosovës. Energjitë e bastionit të UÇK-s dhe PDK-s në Drenasin e dëshmorëve dhe martirëve me qeverisjen e shkëlqyer do të jenë dëshmi e unitetit ton për fitoren e 28 dhjetorit, të bashkuar gjithmonë të fituar, ka shkruar ai ndër të tjera. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka ndezur një val debati pas deklaratës së tij se 15% e serbëve besojnë se babai i tij është shqiptar. Ky pohim që u përhap gjërësisht në mediat rajonale lidhur me teorinë konspirative për babain e tij biologjik, gazetarin shqiptar nga Kosova, Fahri Musliu, Vučić e ka mohuar me forcë duke shpërndar një video me babain e tij të deklaruar, Angelo Vučić, dhe është shprehur se akuzat janë sulme personale me motive politike. Musliu prej vitesh është subjekt sulmesh mediatike që prekin pikërisht prej pretendimeve për paternitet. Sipas tij emri i tij është përdorur në fushata shpifse pa prova konkrete, ndërsa ai vetë konsideron këtë etiketim si keq përdorim politik. Reagimet ndaj deklaratës së Vučić janë të përzierë, disa e shohin si manovër për të mobilizuar mbështetësit etnik serb, ndërsa të tjerë paralajmërojnë se ky lloj retorike mund të nxjisë tensione në Ballkan. Në një klim tashmë të ndjeshme ballkanike, një pretendim i tillë personal ka potencial të shndërrohet në çështje politike dhe identitare serioze. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Beograd se Kroacia dhe Slovenia kanë qenë mbështetësit kryesore të propozimit për heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ndërsa Franca dhe Hungaria janë kundërvënë. Vučić tha gjithashtu se Kroacia ka një strategji doktrinore për të dobësuar shtetin serb, ndonse sipas tij ai u dëshiron të gjithë të mirat. Ai u shpreh se erozimi i tij nga pushteti është qëllimi prioritar i Kroacisë, sepse sipas tij ata e konsiderojnë atë si gjën më të keqe për interesat e tyre afatgjata. Sipas Vučić, kjo gjithashtu nuk kupton se ai është gjëja më e mirë për Serbinë. Unë dëshiroj atyre vetëm të mirën. Jam i bindur se Serbia dhe Kroacia do të duhet të kenë marrëdhënie shumë më të mira në të ardhmen, shtoi ai, raporton media kroate direkt no. Vučić tha se gjatë vitit të fundit në mediat kroate janë botuar mbi 25.000 tekste kundër tij, vetëm rreth 50 prej tyre kanë qenë neutrale dhe asnjë pozitiv. Ai kritikoi gjithashtu faktin që në Serbi nuk po përmendet roli i Francës në mbështetje të Serbisë në takimin e kësaj jave të Këshillit të BE-s për punë të jashtme ku Parisi u kundërvu heqjes së sanksioneve ndaj Kosovës. Franca dhe Hungaria u kundërvuan dhe propozimi nuk kaloi. Hungarezët këtu i lavdërojnë të gjithë për shkak të kryeministrit Orban, por askush nuk po thot se edhe francezët ishin në anën tonë e ishin. Edhe italianët kanë dërguar letër për të hapur kapitull 3 në negociatat Serbi-BE. Pse nuk u thuani qytetarëve se Franca dhe Italia janë miq tanë, pavarësisht dallimeve rreth Kosovës, tha Vučić. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Serbisë që të mos i quajnë gjermanët nazist, duke theksuar se kjo jo vetëm që nuk është e vërtetë, por i shkakton dëm të madh Serbisë.